po me gjitha dhënat. Letrën e babagjyshit e ke shkruar ende? Unë të shkruaj letër? Pse më? Unë do ndihmoj gocën time që ta shkruaj. Unë të shkruaj letër? Goca ime ka dhe ca ta shkruaj, po shkruaj unë një herë. Pse s'më thua gocë e gjithë mjekrën, kapuçin, çdo gjë? Po unë do bëj babagjyshin, se po më dëgjon gocë. Jo më të keqë mami, jo, po ka babagjysh. Nga Poli Veriut. Se më dëgjoj në transmetim, më dëgjoj. Unë e kam shkruar letrën e babagjyshit. A keni shkruar ju letrën e babagjyshit? E ke shkruar me të vërteti? Patjetër, unë shkruaj çdo vit. Në këtë moshë? Asnjëherë s'ma plotson dëshirën. Ti shkruan letrën në këtë moshë? Letër babagjyshit? Patjetër. Po ku e dorëzon? Në sirtar. Në xhak. E djeg. Ty merr babagjyshi. Po, shkon lart me. Ke dhe o xhak, pas ke dhe shpi me o xhak, ja? Po ja si këto. Ja. Po mirë. Shohim se vërtet ke shkruar letër. Nuk e besoj, më ke parë vetë nuk e besoj. Ke shkruar letër në këtë moshë, po në zor nuk e di. Po si të ta vërtetoj? Ua, jo më dua të shikoj dhe unë këtë rubrikë. Hajde, shohim bashkë. A keni shkruar letrën për babagjyshin? Unë po. Po ju? Po. Çfarë do sjell babagjyshi këtë vit? Përshëndetje. Si e ke emrin? Manjola. Çka ke dëshirë të sjell babagjyshi këtë vit? Atlete. Çfarë ngjyre? Troz. Roz. Babagjysh mbaj shënim. Hajde. Si e ke emrin? Ambra. Çka ke qejf me sjell babagjyshi këtë vit? Telefon. Çfarë telefoni? Me 2 kamera. Me dy kamera babagjysh, mbaj shënim të lutem. Po pse telefon? Se pëlqen. Se të pëlqen shumë, gajtë mua më pëlqen shumë telefoni. Si e ke emrin? Matilda. Qa ke qef të sjell babagjyshi? Telefon. Edhe ty telefon, qarë ngjyre? Zez. A ke markën, të pëlqen ndonjë markë e veçantë? Samsung. S'ka rëndësi. Telefoni i ri babagjysh. Si je? Mirë. A je loll? Jo. Shumë mirë, unë jam loll shumë. Si e ke emrin? Morena. Qa ke qef të sjell babagjyshi? Telefon. 3 telefone deri tani babagjysh, do shkundesh pak. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ke emrin? Emanuela. Gati kemi emrat njësoj. Unë kam emrin Noela, ti Emanuela. Bukur babagjysh. Më futa dhe mua në këtë listë me këtë rast. Qa ke dëshirë të sjell babagjyshi? Një tablet. Tablet, bukur shumë. Teknologjia në maksimum. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Arba. Qa ke qef të sjell babagjyshi? Telefon. Edhe ty telefon. Pse duhet telefoni? Për të folë me shoqes, se këta shoqet po marrin telefon të vit, që bukur shumë. Përshëndetje dashur. Përshëndetje. Si ke emrin? Marina. Qa ke qef të sjell babagjyshi? Telefon. Edhe ty telefon. Çfarë ngjyre? E bluhe. Me sa kamera? Me 3. Me 3 kamera babagjysh, kemi ardhur në një nivel më të madh. Përshëndetje zemër. Si ke emrin? Alicia. Qa ke qef të sjell babagjyshi? Kompjuter. Pse kompjuter? Me shkruajt për qeft. Të pëlqen të shkruash? Sa mirë babagjysh, këtë keva një shkrimtare të arshme babagjysh. Ku I kam çunat? Çuna, hajdeni këtu te unë. Hajdeni. Hajdeni se nuk do mlini, nuk do mikni ju. Si ke emrin? Ani. Qa ke qef të sjell babagjyshi? I skuter elektrik. Po janë ndaluar mër me ligj. Nuk ka qa. S'ka gja, I përdorim në rrugët e lagjes. Përshëndetje I dashur. Si ke emrin? Marcel. Qa ke qef të sjell babagjyshi? Motor. Edhe ty motor? Po je I vogël për motor. Babagjysh të fshije nga lista se nuk bën. Zgjedh një lojë tjetër, diçka tjetër. Apo do të motorat e vegjël? Faleminderit shumë. Jeni të mrekullueshëm. Unë ju uroj gëzuar Krishtlindjet, e kalofshi sa më bukur. Gëzuar ta tokim. Posh.